Peshkatari i varfër gjeti $50 në mbeturina. Ai u befasua menjëherë si një fëmijë, i futi parat në xhep me shpejtësi dhe ishte i gatshëm të shkonte në shtëpi dhe të flinte. Pa pritmas, kuptoi se gropa e mbeturinave në anën tjetër dukej pak e çuditshme. Shkoi të shihte më afër. Gjeti edhe $50 të tjera në mbeturina, duke vazhduar të grubiste më thellë. Parat në dorë ju bën gjithnjë e më shumë. Përfundimisht gjeti një çantë të tërë me para duke parë pasurinë para tij. Peshkatari ishte në dilemë se ç'të bënte. Më në fund, ai e pakoi çantën dhe e mori në shtëpi. Por pak para se të arrinte në derën e shtëpisë së tij, filloi të mendojë nëse duhej t'i kthehej parat tek policia. Por ai vendosi të shkonte në magazinën e tij. Nuk e dinte se kjo çantë me para do t'i sillte vdekjen. Nxori një kovë me ujë dhe i pastroi parat mirë. Pastaj nxori kapsetën dhe i ngjiti parat për t'i tharë. Dhe kështu vazhdoi nga dita në natë, duke parë $100 miliona për para tij. Trupi i lodhur i njeriut u bë menjëherë i energjizuar. Atë natë, ai përgatiti një darkë luksoze për gruan e tij. Kjo ishte një surprizë për gruan e tij, e cila gjithmonë ishte në një buxhet të ngushtë sepse burri i saj ishte vetëm një njeri i pastrimit mbeturinash në plazh. Por sot, ai jo vetëm që përgatiti një darkë të shijshme, por paguante edhe për shpenzimet e përditshme të disa muajve të ardhshëm. Gruaja mendonte se ai kishte fituar jackpotin, por peshkatari i tha se rritja e pagës në organizatën e tij është arsyeja, sepse sekreti mund të dijej vetëm nga një person, as gruaja që ndante të njëjtin shtrat. Por ditën tjetër ai po punonte në plazh. Pa pritmas, vuri re një varg që afrohej tek plazhi. U trondit se çfarë gjeti brenda.